Intervista ndryshe e Prince Harryt, do doja shumë një pajtim me familjen, jeta është e çmuar, dukaj Sussex, i ka thënë BBC-s se do donte shumë një pajtim me familjen mbretërore në një intervistë emocionale në të cilën tha se ishte i shkatruar që humbi një sfidë ligjore mbi sigurinë e tij në Mbretërinë e Bashkuar. Prince Harry tha se mbreti nuk do të flasë me mua për shkak të këtyre çështjeve të sigurisë, por se ai nuk do donte të luftonte më dhe nuk e dinte se sa kohë do të ketë me baban e tij. Do doja shumë pajtimin me familjen time, nuk ka kuptim të vazhdojmë të luftojmë më, jeta është e çmuar, tha Prince Harry, i cili tha se mosmarrveshjet për sigurinë e tij kishte qenë gjithmonë pika e ngërçit. Princi tha se ndryshimet në statusin e tij të sigurisë në vitin 2020 kishin ndikuar jo vetëm tek ai, por edhe tek gruaja e tij dhe më vonë edhe tek fëmijët e tij. I pyetur nëse i mungonte Mbretëria e Bashkuar, ai shtoi: "E dua vendin tim, gjithmonë e kam dashur pavarësisht asaj që kanë bërë disa njerëz në atë vend, dhe mendoj se është vërtet shumë e trishtueshme që nuk do të jem në gjendje t'u tregoj fëmijëve të mia dhe unë tim", ka thënë ndër të tjera princi.